Komunikimi me vendet anëtare të Bashkimit Evropian, institucionet evropiane dhe me Bullgarinë është i vazhdueshëm, siguron ministri i punëve të jashtme Timço Mucunski, por detajet e bisedimeve nuk bëhen publike me qëllim që të mos dëmtohet procesi, pasi negociatat publike nuk do të çonin drejt zgjidhjes së dëshiruar. Ne nuk kemi alternativë tjetër përveç të kërkojmë një zgjidhje, u shpreh Mucunski duke siguruar po ashtu se nuk do të bëjë asnjë lëshim lidhur me historinë dhe identitetin Maqedonas. Јас мислам дека има позитивен импулс за изнаоѓање на решение, но нема решение кое што можеме да го представиме пред јавност. И дури за нешто не се согласат сите страни вклучени во било кој процес, тогаш имате само разговори. Така да јас во овој момент не би сакал да се претворам во рецензент на прашањето дали сме блиску или далеку од решение. Mucunski tha se protokollet nuk janë pjesë e kornizës negociuese dhe se pajtohet plotësisht me qëndrimet e presidentes Gordana Siljanovska-Davkova, sipas të cilës në përmbajtjet e kornizës negociuese nuk ekziston asnjë dispozit, as e shprehur dhe as e nënkuptuar që lidhet me momentin e hyrjes në fuqi të ndryshimeve kushtetuese. Мојот став како министер за надворешни работи е дека протоколите, да повторам, тоа е називот на записниците од разговорите. Некој одлучил да се наречат протоколи. Зошто тоа е направено? Еви во тоа да не навлезам. Тие по наше толкување не се дел. Согласно моето толкување и како министер за надворешни работи, но и како правник е дека тие не се дел од преговорачката рамка. Ka 4 vjet që them se protokollet nuk janë pjesë e kornizës negociuese. 4 vjet kam duruar kritika, sulme dhe fyerje. 4 vjet kam vizatuar në tabela, kam shpjeguar dhe kam përsëritur. Një hap u kalua. Protokolli nuk është pjesë e kornizës. Sa u përket non-paperve që u shfaqën gjatë muajve të kaluar, Mucunski tha se në Bashkimin Evropian tashmë po zhvillohen debate intensive për politikën e zgjerimit, pasi sistemi aktual vlerësohet si një model i vjetërsuar që kërkon ndryshime serioze, veçanërisht pas agresionit rus ndaj Ukrainës, ngjarje që vendosi zgjerimin ndër prioritetet kryesore të Bashkimit Evropian.